Remnikasit jetojnë në botën perëndimore që i kanë kontribuar shumë ekonomisë dhe zhvillimit si fshat. Kur e ke marrë idenë që duhet jo ylle dhe hona, po duhet jetë Shqiponja, e kem lidhë për shkak të luftës, ishte gjendje e okupimit, dhe kem thonë mund ndodhë që nesër më ardhë Evropian dhe kur të vinë e shojnë yllin edhe hona më thonë të ko kanë turqë. A në rrasë e shojnë Shqiponja, më thonë përkatësia ty në të ko Gjamija, musliman, por të ko kanë shqiptar. Allah, që shë kanë tradita darës me mësit. Nëse këm pa historiat natë që më ka ardhë. Do të thotë vesh natën kur vesh natën këm pa më hinin sopa aty për marak, dhe s'ma dha ke kusë shkollë s'këm pasë. I kom dy vajza, punojnë, njëna ka kry ekonominë internacionale, ka magjistru atje, punon me një firmë që këto që jo keci. Për është sërtare e lartë, tjetra që ashtu ka firmë të vetën edhe ka kry dhe shkollë, edhe djali ka kry shkollë këtë. Fshati Remnik ndodhet në këmbët e maleve të Karadakut, një zonë më rëndësi historike, gjeografike në lindjet e Kosovës. Pozita e tij strategjike ka bërë që fshati të jetë i përfshirë në ngjarje të rëndësishme gjatë shekujve. Gjatë sundimit osman, Remniku bënte pjesë në nahijen e Karadakut, brenda kazas së Gjilanit, e cila administrohej nga Sanxhaku i Prishtinës në vilajetin e Kosovës. Gjatë luftës së dytë botërore, zona Karadakut përfshir Remnikun u poshtua nga mbretëria e Bullgarisë. Në mars të vitit 1942, nga 12 deri në 15 mars, fshati përjetoi një nga ngjarjet më të rënda të historisë së tij. Forcat çetnike serbe në bashkëpunim me ushtrinë pushtuese bullgare e rrethuan fshatin nën pretekstin e kërkimit të armëve. Burrat e fshatit u mblodhen në xhamin e Remnikut, ku për 3 ditë u torturuan dhe më pas 24 prej tyre u ekzekutuan mizorisht. Nga kjo ngjarje njihet sot si masakra e Remnikut, një plagë e rëndë historike për fshatin dhe treven. Remnikaset kanë përjetu periudha trona në periudha ndryshme kohore, në veçanti gjatë luftës dytë botërore, një që ka qenë një prej fshatnave ndoshta që ka pas shumë të masakruar, kja ka ndodhur në vitin 42, dikon në 15 marsit deri 19 mars vitit 42, kur poshtimi i Kosovës në atë kohë, Remniku i ka taku zonës bullgare, që ajo masakër është bën bashkëpunim me serbët lokal të Remnikut, dhe i kanë grumbullu gjitha burrat, thuhet dikon numri tyne ka qenë 90, dhe i kanë grumbullu në xhamin e fshatit, dhe aty 8 prej tyne edhe i kanë likujdu. Ndërsa kishte një burr me emrin Hasan Ali Remniku, i cili bëri rezistencë. Pas masakrës, figura kyçe e rezistencës, Hasan Ali Remniku, se bashku me njerëzit e tij, arriti të thyejë rrethimin serbo-bullgar dhe të zhvendos banorët drejt zonave të kontrolluara nga italianët. Për fat mirë, do më thonë që ka qenë ndoshta edhe rrjedha zhvillimeve të lëvizjeve. Në atë kohë gjyshi nuk është dorëzu, ka qenë rrethimin dhe ka shku në Partesh. Në atë kohë Remniku i ka taku si lokalitet komunës Parteshit. Për fat mirë, kryetari i komunës në atë kohë ka qenë Ramis Sërlica, i njohur, dhe zbashku me gjyshin tim shkojnë në prefekturë Gjilan, se prefektura ka qenë Gjilan, nën prefekt ka qenë Rifat Berisha. Dhe thuj se në Remnik po bëhet kjo masakër,
edhe detyrohet gjyshi me nejt për fjalët e dhona peng. A është e vërteta që po ndodh në Rëmnik, dhe kur shkojnë veç 8 kanë qenë të likuiduar, kanë qenë shumë prej tyne trahun deri sa thuhet se me likura deshve janë shëru, se s'ka pas atëherë ndoshta edhe mjekësi zhvillume, dhe çka ka ndodhur aty formohet një komision, që në atë komision ka qenë edhe set libishta për mi vërtetu krimet që ka ndodhur, por me gjithate bullgarët në bashkëpunim me serbët kanë arrit përveç vorrosjes, tani tish vorrosin të s'ka mujt komisioni me kry edhe punën e vetë që ka ndodhur krimi në Rëmnik. Dhe pikrisht për këte, pas një kohë bukur të shkurt, detyrohet Rëmnikasit që në organizim të as analizë me lshu Rëmnikun, për shkak se ka fillu një periudhë shumë e rëndë, të cilët kanë pru vendim se dritat nuk guxojnë më dhezë natën, edhe pse ka qenë atë kohë jo fshati elektrifikum, po ka qenë me lamba të vajgurit, por me gjithatë edhe ai vendim këto kon pyetje nga kujdonat dhe nga shënimet të cilët i kemë gjetë në arhivin e Tiranës, thuhet se o konë çështja me prekë moral me çka shqiptarët këte se kanë bajt, organizon gjyshi thirr vullnetar, që vullnetar thuhet ka pas edhe deri nga Gadimja janar, edhe i kanë prej telat e telefonit. Telefoni ka qenë mes shtyllat kanë qenë, ne i thojmë në kumullar këto afër skiftera dhe kanë qenë kodra tjetër në sala, arrin me i këput telat telefonit, me këput lidhjen dhe Rëmnikun në qatë periudhë kohore me shpërngull në aton Maravës që thuhet, apo në aton në pjesën e Italisë që i kanë thonë Shqipëri, popullin ato i ka thonë Shqipëri e madhe. Dhe kështu që për 3 vite Rëmniki e boshatisi fshatin dhe fillojnë tash aksionet e hakmarrjes të Hasan Rëmnikit me bashkëvendaste vetë që njëherë në fshat arrin me likudu 6 dhe njëherë në Preslap, ku i thojnë në qaftë Zhegrës 8 prej tyre Rëmnikas, gjithë ata zullumqarë të cilët kanë marrë pjesë në torturën, mizorit të cilët i ndodhi popullatës Rëmnikit. Aja që ka qenë karakteristike, në këtë këto vrasje nuk ka ndodhur ai kryekriminali i cili ka paraprit kësaj. Ai ka qenë Slobodan Jovanovići, dhe ai ka qenë tërhiqet dhe ka qenë në atë kohë bashkëpunëtori bullgarëve, edhe i gradum kolonel me gradë, kanë gradu për shkak të krimeve të bëra në popullatën shqiptare, dhe fati i mirë kur e përcjell njerin kur e ka me ide të mira pozitive, takohen dytë me një darsëm. Darsëm që në atë kohë popullata që e konë e banume me shqiptarë në këtë pjesën e Zhegrës nuk kanë pas këta që kanë qenë cërnisë me dalë, dhe nusën kanë pas me qitë deri te Lumi, aty edhe këtu me morë. Gjyshi ka qenë aty Krosh, është martu një Milaim, që deri vorë nga kam rrjedhon e kanë gjovët atë Milaimin, dhe po e njëjta rast edhe një pale sërbe me e qitë deri te ura aty që me shku në Zhegër, edhe Slobodani ka qenë nonën e sërbe Krosh, edhe gjyshi nonën e shqiptarë, dhe aty takor, edhe në shaj revolte Slobodani për shkak të likuidimit babgjyshi që i bon dy aksione, një në fshatë, një të Preslopi atje, i thot një fjali bukur të nëmë, thot Hasan ti e mësu me lujt me mi, nuk e ronë bukë lende. Edhe aty ishte prezent Ramiz Sërnica, gjyshi nxerë volën me vra, Ramiz i thot nuk mos është darsëm. Aty gjyshi i drejtohet me fjallë, thot qëre 3 ditë ruje shumë. Se në rase mrak në këtyne 3 dite nuk arri me të likvidu, kur njëtë monë nuk qesë pushën të. Mranas këtyne 3 dite organizohet zbashku me qazim zë këbashëm, dhe në banesën e ti në Zhegër, afër Lumit ura është tash ajo shtëpi është shkatruar, ndërtuar një rejon e kam rrjedh shtëpi, arrin për drejtare me likvidu edhe kryekriminalin të cilën i ka paraprit kësaj çështje. Këto ishin rrethonat të cilët u zhvilluan deri në vitin 45, gjyshi vazhdoi rezistencën e tij deri në vitin 51, deri në likuidim. Rëmniki pasandej ka qenë një fshat i servium në vazhdimësi dhe si popullat nga ana regjimit, për shkak se jo jeni të njoftuar se shpallën gjyshin në atë kohë si tradhtar të vendit, për shkak se luftoi kundër Jugosllavisë,
Dhe kështu që u konë problem gjeneratat e reja edhe për shkollim, po u konë shumë problem edhe rreth punësimit. Dhe kjo lëvizjet shoqërore të cilën u zhvilluan, pasandej filloi shpërngulja e serbëve për shkak edhe vrasjeve të cilën ndodhen të dy të botën. Filluan dhe Remniki, kështu që gradualisht met si fshat etnikisht i pasër dhe erdhen vitet 81, edhe në 81-ën Remniki kishte të plagosur në demonstrat, e ka pas Januz Salihun në Prishtinë, patë të burgosën, politik dytë burgosën, patë edhe burgosën tjerë ka 2 muaj për kundravajtje që i qyshin atëhere. Megjithatë erdhen vitet 90 të cilën Remnikin e zuni si fshat ekonomikisht bukur të fortë, për shkak se shquhet Remniki se 60% mujnë me thonë lirisht nga regjistrimi i fundit i popullatës, remnikasit jetojnë në botën perëndimore që i kanë kontribuar shumë ekonomisë dhe zhvillimit si fshat. Dhe pas viteve 90, dikon 93-ën, janar 93-ës u pavarësu shkolla e Remnikut, se ishte shkollë paralele ndarë nga fshati Skifteraj dhe u pavarësu dhe shkolla u emërtu me emrin e Hasan Ali Remnikut, dhe kështu që Remniku në këtë periudhë ishte ekonomikisht bukur i zhvilluar dhe ishte shumë përveç kësaj kishte edhe shumë aktivitete dhe aksione të cilët të ndërmërshin. Për fat mirë, ne nuk kishim etnitete tjera, ishim etnik shqiptar dhe kështu që u zhvillu në jetë bukur e mirë deri në organizimin e luftës të fundit të Shtrisë Shqiptare të Kosovës, të cilët Remniki ka pjesëmarrëse prej Pashtreken, Koshore, në të gjitha zonat kishte luftëtar. Për fat mirë, Remniki nuk patë traumë, që ka qenë i fat i mirë se çdo njeri që ka pushkën, unë konsideroj se vdekja mund me gjetë në çdo hap, por megjithatë kësaj radhe e kurseu historia, që vlen me theksu se harrova me thonë në vitet 90, në demonstratat e vitit 90, protestën gjithë popullore në Kosovë, Remniku i pat nëmë të plagosën të qeshmja e Budrikës, për fat mirë të vdekur asnjë, por të plagosur nëmë, dhe kështu që në vazhdimsi ka qenë fshat të cilët i ka pri lëvizjeve drejt shqlirimit Kosovës që sot po e gëzojmë edhe pavarësinë. Du me theksu edhe aspektin e zhvillimit shkollor të cilët e përjetoi Remniki, deri vonë kushtet ishin bukur trona për shkak edhe të një urës të cilët unë e kam përjetu me ata që kanë jetu në Remnik, o konë problem, shkolla e mesme të vazhdohet për shkak të urës në Budrik, nuk ka pas ka qenë vetëm një vik, dhe pas ndërtimit urës fillun ndoshta dhe zhvillimi i gjeneratav, fillun edhe emancipimi i gjinisë femnore, fillun gjenerata e parë e femnave të shkollume, është gjenerata e shoqeve të mia të gjeneratës të cilët janë kanë 4 motra medicinale dhe që nga aty fillun edhe shkollimi i gjinisë femnore të cilët sot kem edhe profesoresha, kem edhe mjekë edhe kem gjitha profile, kështu që përjetojnë një zhvillim bukur shoqëror edhe çështjeve të arsimore që sot në Remnik nuk e di, ja kem profil të cilët se kem mrena lokalitetit.
vlen me theksu se në Rëmnik është edhe një kompleks aty Selim Sidiut me 8 të ramt që kanë mësuar pikërisht në atë masakrën e 42-s, edhe ajo është ndërtuar me iniciativën e familjes dhe bashkëfshatarët e Rëmnikut, njashtu edhe objekte të cilët ndoshta vlen me theksu xhaminë e fshatit, për shkak se Rëmniku i takon përkatësisë apo muslimane që jetojnë aty, dhe është financim i bashkëfshatarëve, por ajo që e karakterizon xhaminë e Rëmnikit është se për herë të parë në xhaminë e Rëmnikit vitin 96 kur është ndërtuar pjesa poshtë e podrumit ka shërbyer si ambulant që ka shërbyer shumë edhe gjatë luftës, ka shërbyer shumë edhe gjatë okupimit, ndoshta shumë fshat në Ajenor aty kanë kry shërbimet shëndetësore dhe që ka pas emrin Nën Tereza, ka qenë e pagzuar, ka qenë shumë e furnizuar, ka pas edhe banatore që në të duhet me falënderua edhe si në atë kohët Nën Terezës që ka qenë doktor Feti, ka qenë edhe Palushi që ka rrit me në nxjerrë edhe lejen dhe se është problematik me funksionu një ordinancë e tillë, sa përveç mjekëve ka pas banatorën që sot është problematik me gjithë të furnizuar që ka qenë në atë kohë. Dy gjana do të qëndron sy, duke dëshmu këtë shpirtin e kombëtarizmit dhe patriotizmit sot gjatë xherimeve, edhe të njofton pak se për shkak shumë aktiviteteve të zotit Ali u detyruam pak në mbrëmje ta bëjmë këtë intervistë se kishte agjendën shumë gjeshur. Minarja ishte me Shqipol dhe poshtë do të thotë ajo pllakata e Nën Terezës, do të thotë kjo një simbolik, do të thotë aspektit kombëtar që nuk ka kur farë porçare të them ashtu apo ndasie. Do të thotë një dëshmi e mirë, si ka ndodhur kjo edhe pse Shqiponia. Aja ka qenë dikun vitit 95-6 kur unë isha sekretar i shkollës dhe drejtor në atë kohë ka qenë Aqif Ibrahimi dhe ishte ideja jonë, por plasimin e kena mbo përmes gjeneratës vjetër. Dhe kur e ke morë idenë që duhet jo ylle dhe hona, po duhet jetë Shqiponia, e kem lidhë për shkak të luftës, ishte gjendje okupimit dhe kem thonë mund ndodhë që nesër me ardhë Evropian dhe kur të vinë e shojnë yllin edhe honën thënë të ko kanë turqë. A në rase shojnë Shqiponia, thënë përkatësia ty në të ko xhamia musliman, por të ko kanë shqiptar. Dhe e kanë përqafu. Është karakteristikën e kanë përqafu gjithë ata pjesë që duhet me i falënderu që shumica prej tyne nuk janë jetë, por e kanë përqafu atë, veç kanë thonë që kjo çështje është me rrezikshmëri të madhe, çfarë kohë po jetojmë, por megjithatë vullneti ishte shumë i madh dhe arritëm me e vendos edhe njashtu pa ja humb kur vlerat edhe Nën Terezës e cila shërbeu jo vetëm lokalitetit të Rëmnikit, por unë e di që ka pas që nga Frizoje deri në Gjilan, të cilët njerëz kanë kërku dhe ka pas barna falas, të cilët vetëm ka qenë bazë e fuqishme dhe duhet me falënderu në atë kohë edhe Ganit e Molli, kujtoj që nuk është njëtë që e ka furnizuar, po ka vdek, aj e ka furnizuar që nuk e pas lloj barnat aty që se ke pas, edhe gjitha e në konë falet. Zoti Alia, për fund, ku është Rëmniku sot? Rëmniku sot është me një gjendje bukur të mirë, aja që është brengose për Rëmnik është se kanë boshatis shumë, dhe në regjistrimin e fundit Rëmniku ka dalë afër 1000 banor, pas 987 kujtoj, është numri saktë i banorëve, ndërsa kur kam qenë unë në kohën 90-99 se ditë në cilën vetë ka pas organizu Lidhja Demokratike me bo regjistrimin, me jashtë me në Rëmniki ka pas 2035 banorë. Llogarit tash mbi 60% i Rëmnikit nuk është aty, është në botën perëndimore, kjo është brengosja më e madhe për shkak se ndoshta sot nuk janë rrethonat për një gjendje të cilët është lokaliteti sa i përket banorëve, por megjithatë këtë trend e ka përfshi gjithë Kosovën, njashtu e ka përfshi edhe Rëmnikin, dhe Rëmnikin ndoshta e ka pas në këtë situatë pak më lehtë për shkak se e ka pas bazën, ka pas njerëz aty dhe njerëz janë orientuar me puna me kret. Megjithatë unë familjarisht vlen me theksu se familja sa në Rëmnikit asnjë nuk jem botën jashtë. Kret jem në Rëmnik.
Po si duket infrastruktura edhe ajo private, ndërtimet të shtëpive, do të thotë ishte një ndërtim jashtëzakonisht i mirë, investime të mira të reja. A ka që vinë ata nga jashtë dhe ndërtojnë edhe pse sjetojnë tu? Vinë vazhdimisht, ndërtojnë edhe nuk harrojnë edhe i bashkëngjiten edhe aksionet. Ndoshta se dia keni pa aty ku është ambulanta, e ka rregullu komuna, ndërsa rrethoja ambulantës gjithu kry me mjetet të cilët i kanë dhënë botën jashtme, që as këta që jetojnë në Rëmnik nuk i kanë lënë. Ata e kanë marrë iniciativën, i kanë grumbullu, kanë orë këtu e kanë gjetë inxhinierin, ka qenë bëllon vllajin, ja kanë dediku mjetet edhe aja ka fejtë punën, njështu edhe kur e kemë bo ambulantën tash këtu, aja që ka qenë ambulantë e kanë bo pritore me rastin e dhimbjeve, vdekjeve, me pas një lokalitet të cilët përbash, po që e kanë edhe për kur ndodhë që Kufoma mes më vërros njëjtën ditë janë edhe frigoriferat aty, janë 2 frigorifera për Kufoma, të cilët këtë janë financu nga punëtorë tonë të cilët janë botën e jashtme që duhet mi falënderu dhe vazhdimisht kujdesin për këtë çështje. Dhe mesazhi juaj për fund për gjithë bashkëfushatarët e juaj. Ta duam Rëmnikin ma tepër se që jem të e dashtë dhe ta zhvillojmë sa ke mundësi. Unë besoj se kem bo shumë, ndoshta në këtë drejtim do t'i kisha me të borç pa e thonë edhe një çështje. Rëmniku, në rast se keni pa asfaltimin e Rëmnikut në qësh, Rëmniku në atë kohë ka pas marrë një iniciativë, kjo ka ndodhur para 13 vite, dhe ka të bu mjetë 107 mirë. Dhe kur i kanë shku, ministër ka qenë Femi Mujota, dhe unë tash e kam edhe mik shtëpie, por kur ka shku, delegacion edhe i kanë thonë, prej nga jeni prej Rëmnikut të të, nëse jeni të Rëmnikit, asa në Rëmnikit të të, merë një parë të të këtheni, se vitin arshëm për shpirtin asa në Rëmnikit, unë do të asfaltoj qësh në qësh. Ta nuk i kanë këthy, porët 100.000 i kanë dhonë, për shkak se i këna pas grumbullume, por fjallën e ka majtë dhe nuk ka met rrugë që se ka shtru, tu i përjashtu rrugë private, tani ato 7 merë ne i dedikume dhe gjithë Rëmniki e kryti infrastrukturën. Shkollën e ka, ambulantën e ka, vetëm duhet mirë mbajt, tash Rëmniki ti mund nga në ujësielsi. Unë besoj që në këtë periudhë, 4 vjeqare që do të bëhat edhe çështja e ujësielsit dhe do të jetë i kompletuar si lokalitet. Përshëndetje miqtë e dashur të Kosova Info, si jemi në një fshat në zonën e Anamoravës, në fshatin Rëmnik, ku me mua kam një banor me plis, që 30 vite thot se kam hjek plisin. Valla më plis e kam hjek. Po thot 30 vite me plis guk. Valla pa. Po sa asaj qa është e veçanta është gurbeqar, i cili tani ka ardhë në vendlindje dhe në stinën e vjeshtës rrinë tu se i pëlqen më shumë. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju jeni? Ramush Avdija. Ramush, si është jeta në fshat këtu, kur vini ju nga gurbeti dhe si e përjetoni atë ndjenjen? Vallahi mu jeta në fshat më pëlqen fort. Edhe atje ku punoj në fshat. Qyteti fort më pëlqen. Vini që është në pranverë edhe në vjesht, mielli ka pak tokë. Kur të kam kohë, që 35 vjetë jam gurbet, penzije dhe pak halas jam dalë. Për që to që këtë kohë është frizaj. Në cilin shtet jetoni? Jetoj në Republikë Salzburgit të Austrisë. Në Austri. Këtu në fshatin Rëmnik, do të thotë, banorët janë të pak më duket edhe pse fshati shumë i madh, por shumica janë në mërgim. Po thoj se gjysa fshatit është e zbrast. Po më shumë ka të zbrast. Se na gjithmonë këtu përpara s'kemi punu gati në punë shtetit asnjëherë. E fshati jonë gjithmonë jemi marrë me gurbet. Ky fshat kufizohet me cilë fshatra kufizohet? Kufizohet me Budrikën, Nasalën, Ladovën, Zhegrën edhe Skefterën, Gjulekavrin. Do thotë është... Përmi që ka kena Godenin.
Po thot i rrethuar nga fshatrat e komunës Vitis dhe Xhilani, tash Po, si zonë po, ku po, do Xhilani me Qëtu, Vitis. na jem kofe, bilim qatu të ara, gjynësa është në komunë Vitinjes, e pi ara ftonat, bilim të ara e kene në zonë Bilanit. E sa puno toka këtu? Sa është tokë pjellore dhe çka kultivoni më shumë? Tokë pjellore në sa dush, edhe na misër edhe grunë. Dikush tash ja ka njës, po mirët edhe me bashkë, me sen, po përpara gjithmonë kemi vjedh misër edhe grunë. Se kujshia kanë me shalqen, me bostan. Po, ashe me bostan mire, ka skiftera me bostan e me bashkë, me sen. Ju sigurisht mbani men edhe kohët para luftës, dhe më thotë, qysh kanë qenë traditat në atë kohë, so kanë ndryshu, cili është dallimi mes para kohës kur keni shku jo në Austri dhe tash. Unë jam për 91 atje. Na fol pak, do më thotë, për dasma. Ti qysh i martu ti në atë kohë, qysh ka qenë tradita dasmës, ju qysh i martu? Vallahi, që shë kanë tradita dasmës me mësit. Nëse këm pa historiat natë që më ka ardhë. Do më thotë, vesh natën kur... Vesh natën këm pa më hinin sopa aty për marak, e s'ma dhonë ke kusë shkollë s'këm pasë. E na shajna konë pa shkollë konë më zdi, dhe me ta dhonë kush nusën. Vallahi punëtorë sa dushe, tënat mirat, po kur arkën vetë që na ka shkollë të këj me jo, shtiro konë. O, problem pa shkollë. Vallahi problem. E qysh u bë dashma? Na thuj pak, do të thotë, ato traditat e dasmës qysh i keni bën atë kohë, do të thotë ti qysh u kon nata dasmës apo 2-3 ditë para dasmës apo na shpjego pak çysh veç për dasmën tonë çysh i Se bën. që për dasmën teme, mas pari, me mësit. Ma ka gjetë baba se vesë nuk kisha gjetë kur, s'këm ditën me dalë kështu në përshinë. Edhe mësit, me patazon nusën, të na deshke me qu me punu nusë e asane. Të na e bërëm dashme më qëtu në ndilën, taunën dita grave. Qështu. Po çysh të dok nusja pa do thotë Vallahi. çysh ishin ato mendimet e juaja, çka mendoj se çysh do të jetë, çysh do. Edhe atë ka dol nusja çysh e ki menu ti, se sigurisht e ki para mendu. Zotin këto motra të ishin qështu pa mire kanë shumë. Po. Azar si heka për ta nuk e di veç knaqina. Një kohë me ta i na kanë pas. Në jetë lundë, sa fëmijë keni? I kom 2 vajza një djalë. Edhe ata janë jashtë. Ata janë jashtë atje kanë lindë. E gruaja, do të thotë, Gruaja, Është vërtetën këtu, me apo- ta tregu, gruaja parë më ka dekë para 4 vite. ngushëllime. Faleminderit. I kom 2 vajza, punojnë, njëna ka kry ekonominë internacionale, ka magjistru atje, punon me një firmë që këto që o keci. Po. Punon është shërtare e lartë, tjetra që ashtu ka firmë të vetën edhe ka kry dhe shkollë, edhe djali ka kry shkollë këtë janë atjetë. Ky fshat ndihet pak edhe për atë ndjenjen patriotike. Po i që dina, jena mënu në tonë, se në komunizëm gjithë bëri mi kanë, veç me koqaklak. Kam drejtën se po do të thotë keni një farë historie të Vallahi që ashtu, patriotizmit. na me të thonë drejtën, na një Natasha që pe anës Leskovës, dikun, një fshat magash të irët, një mjetët që në 78 në kur janë qupë që atër. Po. Dhe të ashtë këtu kemi jetu mirë, jetojmë me fshatarë, me shok, me kushëre, me sarë kretë mirë. Qysh është jeta mes fshatarëve, do të thotë, ka janë a shkojnë me zveti mirë, Krejt apo a ka shkojnë mirë, problema, kur- apo kur ka problem. organizime. Kur problemin në me vetës kemi pas. Organizime për shka u paraqit nevoja gjithmonë ju kemi darë krah. Dhe sot dhe gjithmonë do t'jena që Sa është organizuar diaspora në aktivitetet shumë të shembull, sepse ka raste në për gjitha fshatrat, jo vetëm këto, do të thotë që bëni organizime për grumbullimin e mjeteve në format ndryshme, për të ndihmuar, për të përkrahur aktivitetet dhe zhvillimet në fshat. Sa jeni të organizuar si diasporë në këtë aspekt? përse që për si diaspor, për çdo rast që ka nevojë diçka veç na tregojnë edhe. Domethënë edhe Ja, aty se kemi nalë kora, se kemi ndërmarrë. në luftë si ka qenë, do të thotë situata në luftë këtu. Në luftë, unë nuk im kam këtu. I vetëmi për familjes me një kushërej mi kanë jashtë, vlau, i ndjera, ka dek vitin e kaluar në muajin maj, edhe ajo kanë atje, krejt jënë këthy, veç unë me një kushërej më kanë për jashtë. Për kohët luftës, nuk im kanë këtu, organizimi ju kanë shumë i mirë, sërbë këtu në katunin tonë, nuk kanë ndërhim. A ka ne fshati këtu apo? Ja, jënë shpërngull, 2 javë ditë kanë qenë mali, kanë qëndru në mali. Do të thotë këtë zonë këtu diku. Këtë zonë më një herë malë që ati në konë familja me bilim në konë mali, vetëmi baba jam që se ka shku shpijen heqë. Çfarë ndjenje u konë për ty jashtë? Për mua konë shumë stirë që nuk e di ma mirë më konë i vdek se i gjallë.
Tash janë konë të shtëpia kanë ditë ma mira nëse këmë ditë situatën hiq. Të përjetimet kanë qenë. Po përjetimet kanë qenë shumë trona, bilim këm pas dasht me arë, po më thirë dhe babaj im në atë kohë, tha birë, tha, kur hallas të bëjt, tha që vje, jashtë aty, tha të kemi jashtë. Ama për mu nuk e di që këm pas me 40 kila ke. Po dhe për mërzis. Për mërzis pas di që të jarë, këtë li faljarë, të li farë, s'kemi ditë kur që. Kur përfundoj, edhe që qysh e kaloj shekunat ja, ki mujt me punu, apo... Po i vallaj, po në isha batërin këmi pas, që si telefon në dorës. Këm pas një telefon, dhe dalë shumë për bashkëtellës ku isha, 50 herë në ditë shkojsha thërsha të shtëpia, thërsha shoh që na ke mujt me marrë vesh diçka për shumë situata ramë. Po që për zotit mirë tash. Pas lufte, kur u lirua, edhe me njëherë dhe qysh? Me njëherë. Kur edhe këtu qyshu... Boj vallahi, bilim kur pa ta orë këtu, pa ta shku në brendest Italijës. E ma një të Greqi, pi Greqis tu, po e ma mirë s'ka së të qyrë. I pam që pa pëndende, pa përshkruar. Që sa vite e moni plisin dhe kur keni fillu me mbajt? Vallahi plisin e baj bukur mati as vetë se mojnë menë. Sa edhe këto ma shumë e baj për hotrat babës, sa herë ku marrë pi gurbejetit, në aeroport në pas dalë me mprit, një plis ma ka blejt gjithë mu, sa herë ju marrë ma ka vënu në kry. E ku mbajt 2 javë ditë, unë ju më shku të në aton të ne ka bajtaj. Në 2002 me 5 prit më ka dek baba, pi atë hetë më se ku më hekur. Çdo në kere, lanë, traktor, katë shkoj, po sot mu ka përlosë edhe kom marak me baj plisin e barë. Dhe që sot e arsyshme që përlosë, edhe pe Po pe ora, me ple me lësh me sen. Dhe dhe kjo ka amanet i babës, e s'pas kemi apri shkur. Ja s'ja pri shikur. Vallahi nuk e heki, po i ku më di se shkam. Atje nuk e baj, a këto si të vi, kur pa të zdal. Në thotë, pas ka ko që po e boj këtë. Shumë. Se ta pas kalon edhe baba si amanet. Vallahi, baba ka pas ka prit në aeroport me plis. Qashtu në aeroport, ku e marrë të shtëpia gjithmonë me një keset në najlonit e baj. Veç më fërë ke bira mujt e po, trak ma vënoj kënë kry. Tërë unë e bajsha 2 javë ditë, kur shkojsha, jalon shati e baj kaj. Ani me ka hek mollin do shta. Po dhe, po. E ka pos ato dëmë. Jo, edhe ai ka bajt plisin e bardhë. Po, a? Dajtem ne kanë bajt plisin e bardhë krejt. E këta kusherit, këta vjetër, para generatës tam, asnjë pa plis të ke pas, s'ka plis pa. E tash s'ka. Tash shumë radhë. Problemi ma i madhë ku shkojsh me na i darë, sëmë 300-400 vetë, i vetë me ti sigur e edhe janë në rdhenë, ama me hekës më. Ja, me hekës më. Pse u hek kjo tradit shembull? Pse s'do të me bëjt plisin? Do shta jo çdo ditë, jo në punë, po në raste shembull të festa, gëzimet, a mendon se duhet me mbajt në organizime ndryshme? Vallahi be duhet me mbajt. Do të thotë se ku t'jena fest kombëtare, fest fetare, diçka. Unë atje nuk e baj, se atje gjithmonë jam konë punëtor krahi, jam keramikist me profesion, aty se ke di çfarë rroba ki, ma shumë mirë konë pingjitsi se sa, a këto sa jo marrë që nuk e majnë menë, hesh pikur të bajve që këto pa ta s'kom heska. Si do të qovë, do në thotë më rëndësi ti punëtor krahi, sot fëmija to kanë më rije... Ja, fëmija janë ketë mirë, ketë kanë kry shkolla, ketë një përpunë, ketë. Mund ja ka vlet mundi dhe sakrifisa juaj edhe shumë rrimtarëve. Edhe këto të shpija dhe klina mirë janë ketë. Po tash mas gjithë kësaj, do në thotë, 35 vite jashtë, përjetimet ndryshme, historitë ndryshme, tash, qysh e jetën tash? Vallahi, tash, qërë njerë e rëhatës po bëjke kur. Që qërpi Zotit, krejt mirë. Bilum, e kam një apel për gjithë shqiptarët, që prej kur të egzistojnë ma mirë si mi kam kur. Bollak, ka të shkosh, nuk shenë njerës të hjekë. Gjithë atë mirat e Zotit, veç inshallah, i kemi mend edhe e dojmë një tjetër edhe ma shumë kur gjithë. Faleminderit shumë për kohën e për intervistën, e uroj të kaloni sa më mirë të ditë në vendinje. Faleminderit shumë, se çfarë nesër ose mas nesër si ti kry që to duhet me hitë.